Komuna e Çajirit prezantoi sot programin e edicionit të parë të Festivalit Ndërkombëtar të Muzikës Çarshia, i cili do të mbahet nga 23 deri më 26 korrik në ambientin autentik të Çarshisë së vjetër të Shkupit. Festivali është një nismë e re kulturore e komunës së Çajirit, e krijuar me synimin për të themeluar një traditë të re artistike që promovon muzikën klasike, forcon bashkëpunimin kulturor ndërkombëtar dhe vë në pa trashëgiminë historike e kulturore të Çarshisë së vjetër. Kryetari i komunës së Çajirit, Izet Mexhiti, theksoi se festivali përfaqëson një investim strategjik në kulturë dhe identitet. Kështu nga 23 deri më 26 korrik, Suliani dhe Kurshumliani do të shndrohen në skena ku muzika klasike do të takohet me historinë e Çarshisë së vjetër. Në drejtimin artistik të Invamulës dhe Dëshira Ahmetit, festivali do të mbledh artistë të shquar vendor dhe ndërkombëtar, duke sjellë një program që pasuron jetën kulturore të qytetit dhe jep atij dimensionin që meriton. Mexhiti tha se ambicia e tyre shkon përtej 4 ditëve të festivalit, pasi që duan të ndërtojnë një institucion kulturor që do të rritet në çdo edicion dhe që do të tërheqë artistë nga vende të ndryshme. Ai beson se kultura është ura më e fortë mes njerëzve dhe se festivali Çarshia është pikërisht një urë e tillë, ndërmjet traditës dhe bashkëkohores, ndërmjet trashëgimisë lokale dhe artit botëror. Ai tha se në drejtimin artistik të yjeve botërore të operës, festivali do të sjellë përmbajtje muzikore të nivelit më të lartë në një nga hapësirat historike më të rëndësishme të Shkupit, ndërkaq që gjatë programit 4 ditor do të performojnë artistë të njohur vendor dhe ndërkombëtar, ndërsa koncertet do të mbahen në hapësirat autentike të Sulianit dhe Kurshumlianit, duke e shndërruar Çarshinë e vjetër në një skenë të muzikës klasike dhe dialogut kulturor.